Përshëndetje miq të respektuar. Sot do të flas për papën, me që mbrëm u zgjodh papa i ri i botës katolike. Nuk do të lëshohem shumë në biografinë e tij, sepse për biografinë e tij ka mjaft hapësira ku mund dëgjohet e lexohet. Përveç televizioneve e shkrimeve të ndryshme, bile edhe në rrjetet sociale që kanë nisë shumë kush të shkruan biografinë e tij. Për të mos qenë i përsëritur unë, për biografinë e tij do të flas shumë pak. Do të fokusohem në diçka pak më ndryshe. Megjithatë, para se ta nisi shpjegimin e asaj që e kam përgatitur mbrëmë dhe sot, këto dua të potencoj diçka shumë ama shumë të rëndësishme. Shikoni, nga të gjitha fetë e mëdha botnore, fetë qiellore, vetëm krishterizmi e zhvendos qendrën e origjinës nga Jerusalemi, nga lindja e mesme në Rom, duke simbolizuar kështu perëndimizimin e krishterimit. Përpasoj të kësaj, në periudhat pasuese të historisë së krishterimit, injektimi i vazhdueshëm i elementeve perëndimore e përshpejton pakthyeshëm dhe keqazi sekularizimin e krishterimit. Çfarë ndodh me krishterimin? Se çfarë ndodh? Unë shumë shkurt, me 2-3 fjali po e them. Sekularizimi i krishterimit, apo sekularizmi është fuqia më e madhe që ka dëmtuar më së shumti në themel fenë e krishterimin dhe e ka shndruar në diçka që kur flitet për krishterimin ose flitet për aspektin e zhvillimit historik të tij, diçka i mbyllur brenda kopertinave të librës, ose përmendet si diçka një pjesë në periferinë e kulturës së njeriut perëndimor. Çfarë do të thotë kjo? Sheh nuanca fetare, krishtere, për shembull në martesa, në varrimin e të vdekurve, në disa raste, disa rituale të cilat më shumë janë pjesë e një kulture shoqërore se sa që janë elemente bazë të një fesë e cila e udhëheq një kulturë apo një shoqëri të caktuar. Shikuar nga perspektiva islame, apo thënë më konkretisht, sipas pikpamjes muslimane, ka patur dhe ka ende 2 lloje të krishterimit. Një është ai burimori dhe i vërteti, dhe 2 versioni perëndimor i krishterimit. Si kështu, Islami e shpjegon dhe thot, ata që para shfaqjes së Islamit kanë besuar në mësimet burimore dhe në të vërtetat e Isait a.s., ata ishin besimtar të vërtet, apo thënë në gjuhën arabe, mu'min dhe muslim. Pas ardhjes së Muhamedit a.s., do me thonë, pas shpalljes së edicionit të fundit të shpalljes hyjnore, që nis nga Ademi deri te Muhamedi a.s., ata të cilët kanë njohur dhe kanë pranuar argumentin islam sipas edicionit të fundit të shpalljes, ata janë konsideruar dhe janë besimtar të vërtet në fenë e Zotit. Ndërsa ata të cilët nga fillimi i kanë ndryshuar themelet e burimorës dhe i janë shmangur mësimeve të vërteta të Isait, që i ka predikuar sipas shpalljes që i ka ardhur nga Zoti, këta njerëz bëhen iniciatorët kreativ të krishterimit të versionit perëndimor, të këtij krishterimi që e njohim ne sot. Pra,
ata të cilët ishin idhëtar të Ingjilit, që i kishte zbritur Isait, Kurani i quan Ehlul Kitab, apo idhëtar të librit. Tash, si përfundim të kësaj hyrje, ndërmjet idhëtarëve të librit, po i referohem krishterimit perëndimor natyrisht, e kam fjalën për krishterimin e tanishëm, ndërmjet idhëtarëve të librit, ata të cilët nuk prehen realisht në besimin e doktrinës së Trinisë, që nuk e pranojnë pra doktrinën e Trinisë, 2. Rimishërimin, 3. Shëlbimin, si dhe detajet të tjera dogmatike që kanë të bëjnë me këto 3 doktrina që bie ndesh me atë krishterimin burimor sipas pikpamjes muslimane. Pastaj, ata të cilët i kanë besuar të vetmit Zot dhe Isait si i dërguar i Zotit, jo si bir i Zotit, ata që kanë kryer faljen e namazit rregullisht dhe kanë bërë vepra të mira, ata që ishin të sinqert në këto rrethana fetare, por që nuk kishin informacione ende, nuk kishin dëgjuar për Muhammedin dhe Islamin, këta në Kur'an përmenden si më të afërmit miq të besimtarve të Islamit. E kuptuat dallimin pra midis të krishterëve të tanishëm apo krishterimin e versionit perëndimor dhe krishterimin burimor nga perspektiva apo pikpamja islamike. Sepse e përmenda e bëra këtë pyetje, do ta kuptojmë në minutat në vazhdim. Dhe po i kthehem tash brumit të temës apo objektit bazë të temës, dhe ai është Papa i ri. Kryepeshkopi amerikan Robert Francis Prevost mbrëm zgjidhet Papa i 267 me radhë dhe me dëshiren e tij e merr emrin Leoni i 14. Secili pap që zgjidhet, ai vet e përzgjedh një titull, kjo ndodh sidomos, domethënë përzgjedhin emra të figurave të ndjeshme dhe me ndikim për gjatë zhvillimit historik të krishterimit, e secili pap e merr një emër dhe ai pap më pastaj thirret sipas emrit të cilën ai e ka zgjedhur në momentin kur kardinalet apo kolegjiumi i kardinalëve shpall zgjedhjen apo emërimin e papës së ri. Në moshën 69 vjeçare, pa pak muaj 70, Papa i ri është Amerikani i cili e pason Papën Francesco, i cili vdeq me 21 prill të këtij viti. Papa i ri, Robert Francis Prevost, është me prejardhje nga ana e babait francez dhe italian, ndërsa nga ana e nënës së tij është spanjoll. Nënën e ka spanjolle, ndërsa babai i tij është francez-italian nga prind francez-italian. Ka lindur në Chicago me 14 shtator të vitit 1955, 10 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Ka 2 vëllezër, Louis Martinin dhe John Josephin. Si dia e keni ditur, në Amerikë pjesa dërmuese e njerëzve kanë ka 2 emra. Bile disa edhe ka 3 emra. Është traditë kulturore e amerikanëve. Papa i ri Prevost ka studiuar në matematik dhe filozofi në
Universitetin Villanova në Filadelfia në vitin 1977. Në vitin 1987, Robert Francis Prevost merr doktoraturën në të drejtën kanonike nga Angelicumi, Universiteti Papnor i Shën Toma Akuinit. Shumë do të kisha dëshirë në një nga videot e ardhshme me spjegue kush ka qenë Toma Akuini, ndërlidhja e tij ideore, shkencore me filozofët musliman që bëjnë nam në botën islame dhe që ndikojnë më pastaj edhe në Evropë. Lidhja ideore, lidhja shkencore, filozofike e Toma Akuinit, sidomos me Farabin, me Ibn Sinën dhe Ibn Rushdin. Është temë në vete. Teza e doktoraturës të cilën e kryen Papa i tanishëm është e shkruar mbi rolin e priftit vendas të urdhrit të Shën Augustinit, që ka të bëjë një temë me jetën e katolicizmit në Pero. Një informacion shtesë, Amerika Latine sot vlon nga aktivitetet të shumta misionarësh katolik, baptist, protestant, bile ka dhe përpjekje të ortodoksistëve. Njëjtë kështu në këtë vlim, në këtë kazan ku vlojnë përpjekjet e misionarëve për katolicizimin, evangelizimin, protestantinizimin e Amerikës Latine, më parë ka qenë në Afrikë. Në Afrikë është zbe dekadave të fundit. Gjatë studimeve për doktorat, Francis Prevost angazhohet si misionar në Pero në vitin 1985, ku e mban një pozitë të kancelarit të dioqezës së Kukulakansit dhe të vikarit të katedralës së atjeshme. Shikuar historikisht për nga numri, e përmenda edhe në fillim, Leo i 14 është Papa i 267 i kishës katolike prej kohës së themelimit të saj. Por është Papa i parë që vje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është Papa i 4 që nuk është italian. I pari që nuk ishte italian ishte Polaku John Pauli i II, që ishte nga vitin 1978 deri në 2005, pastaj Gjermani Benedikti i 16, 2005-2013, duket ka pas dhënë dorëheqje kjo dhe ka hyrë në histori si Papa i parë që jep dorëheqje, dhe i treti jo italian ka qenë Argentinasi Papa Francesco, 2013 deri me 2025 kur vdiq në prilin e kaluar. Pra, është një rast historik, një element historik i këtij të Papës së tanishëm. I pari Amerikan dhe është i 4-ti nga 267 të tjerë që nuk është italian. Për shkak të aktivitetit të tij, të shpirtit të tij i ngjizur me mësimet ungjillore dhe prirjeve të tij për misionar, pas doktoratës kthehet në Chicago e vazhdon aktivitetin e tij. Në vitin 2014, Papa Francesco e dërgon sërish në Pero, sepse në Pero po bëhej dhe vazhdon të bëhet një aktivitet i papar i katolicizmit atje. Dhe Pero, e dini, është një vend me një traditë dhjetra shekullore, më thëmë miljenume, inkët
dhe civilizimet të tjera të cilat kanë qenë në atë pjesë të Amerikës Latine. Ky pap që është zgjedh tani është njihet si kundërshtar i paepur i zgjedhjes së peshkopëve sipas sistemit apo sipas sistemit demokratik të zgjedhjeve. Parapëlqen dhe insiston në zgjedhjen apo për zgjedhjen e kardinalëve dhe peshkopëve sipas traditës së përhershme historike të Kishës Katolike. Prandaj u pa shkaktuar një ndarje, një qarje e thellë në botën katolike vitin e kaluar, vitin 2024, kur ky pap e bllokon këshillin sinodal të propozuar nga sinodi i Gjermanisë, një strukturë kjo që synonte lejimin e përfaqësuesve ose lejimin e hyrjes së përfaqësuesve laik në sistemin e zgjedhjeve formatit demokratik brenda Kishës Katolike. Lidhur me këtë çështje, Papa Leo XIV tani më pati kundërshtuar dhe pati premtuar që në të ardhmen Kisha Katolike do të fokusohet edhe më shumë dhe do të jetë edhe më këmbgulse në kthimin ka tradita e zgjedhjeve dhe jo vetëm zgjedhjeve, por të jetës në përgjithësi katolike siç ka qenë në përgjatë historisë. Një ndër pyetjet bajagit të rëndësishme, intriguese për mua, që ka filluar të shtrohet me një herë dje dhe sot kam hasur në disa vende, se a thua Papa i ri është globalist apo trumpist. Përsa ku mujt me e kuptue, zhvillimin historik të këtij pape, por edhe ngjarjet e viteve të fundit, të dekadave të fundit, bashkuar, ngjitur me hyrjen e temës që e thash në fillim, sekularizimi i krishterimit, që dënë të thot zbehja e krishterimit në jetën e shoqërisë perëndimore, që dënë të thot zbehja e rolit teologjik, religios të Vatikanit, që për mua Vatikani nga jashtë shihet si një institucion i dikur shumë teologjik, religios i krishter, por nga brenda nuk hedh jashtë, thuaj se fare shkëndia fetare, burimore të krishtera për të ndriçuar jetën e individëve dhe të shoqërive të krishtera. Me një fjalë, kur bëhet pyetja tani se a është globalist apo trumpist, unë bazuar në çdo shka po i them si parathonje, hoke trumpist, hoke globalist, Vatikani nuk e ka fuqin ndikuese leje në jetën e njerëzve. Po mendoj leje në ngjarje të mëdha gjeopolitike, siç ka qenë Kisha Katolike, ka udhëhequr luftra të mëdha, mos e luftra botërore, lirisht thuaj luftra botërore. Jo kjo lufta e parë dhe e dytë, por luftra me përmasa botërore, leje që nuk udhëheq më këto, por as nuk përçon ndonjë mesazh në jetën e individëve. Pra, hoke globalist, hoke trumpist, për mua në perspektivën time nuk është aq e rëndësishme. Megjithatë, për t'ju bashkangjitur zhargonit apo vagoneve që i tërheq lokomotiva mediatike sot në botë, them se ky njeri, ky pap, megjithëse që ka dalë me disa deklarata kundër politikave anti-emigracion të Trumpit,
me gjithë që ka shkruar më shumë se njëherë me tone kritike kundër Vance, unë mendoj se ky njeri do të kalon mirë me Trumpin, sepse edhe s'ka qare në fakt. Trumpi nga ana vetë, po sa u zgjedh ky, nuk nguroi me dal me mesazhin e tij urues, me gëzimin e tij, kur tha se jemi krenar, ne si Amerikë dhe Amerikan, që tani edhe në Vatikan, edhe Vatikanin do të udhëheq një njeri i Amerikës. Përsa ka mujt me i kuptuar tonet me të rreshta të deklaratave të Trumpit, ai edhe nëse duket se flet dishka ad hoc dhe shumë kush po e konsideron se njeri nuk pinje politikat andaj, po e thet sot diçka dhe po kthehet prapa nesër po i bje pishmon, a që one jam mas e i bindu se këtu janë kejtë të qëllimshme, por ai po vepron edhe si një afarist, si një biznismen, po bën tregti me diplomacin, me interesat e të tjerve, me Amerikën, po mundohet me gjetë shtigje për të shpëtuar Amerikën nga ajo që, siç thot Trump, ka ra në fund të pusit. Pra, bazuar në këto që po i thet Trump, une e kam kuptue një tonë se Trumpi po do me thonë se përveç botës në të gjitha anët, ne tani e kemi edhe njeriun tonë dhe jemi vendimars edhe në punë të Vatikanit. Pra edhe Vatikani është në dorën torë. Me gjithë që fryma religjioze e Shtëpisë së Bardhë, e administratave të Shtëpisë së Bardhë, e sidomos kjo e Trumpit është frymë evangeliste, është protestantiste, dhe protestantistët nga njëra anë, katolikët nga ana tjetër, orthodoksët në anën e tretë, janë tri koncepte të cilat bajage dallojnë mes vete dhe për hir të temës për cilën po flas, nuk po du me thonë se bajage janë armiqësore mes vete. Bile, më kom pak si i lirë, ma i lirë në shprehjet e mia, kisha me thonë shumë ma armiqësor janë se sa shiitët dhe sunitët tek muslimanët. Luftat të përgjakshme janë bërë midis protestantëve dhe katolikëve dikur, apo midis ortodoksëve dhe katolikëve, evangelistëve, protestantëve, anglosaksonëve dikur, siç ekziston një betejë së paku kulturore midis krishterimit që është ende prezent në zanafilën e vetë, në lindjen e mesme, në Egjipt, në Siri, në Etiopi, dhe krishterimit të versionit perëndimor. Mbesoni se ka dallime aq të mëdha, sa lirish mundesh me thënën që nuk kemi të bëjmë me një krishterim të vetën. Kthyer sërish në temë, materiale të shumta, informacione që po ndërlidhen, kthyer në temë, motoja i peshkvore e Leo 14 tani është in illo uno unum, që dënë të thot, kjo është një fjalë e Shën Augustini, që dënë të thot, edhe pse ne të krishterët jemi shumë, në Krishtin jemi një. Një përpjekje teologjike të them, e papësëri për ta shprehur ambicien e tij të një bashkimi dhe për rikthimin e Vatikanit në skenën e jetës së njeriut postmodern, siç ka qenë më parë. Thjesht për ta rivitalizuar krishterimin, sepse të krishterët, edhe këtë duhet me thonë, nuk e di, do shta e thash të fillim harrova, ka njerëz të cilët feja në këshirin diçka të panevojshme, e konsiderojnë sukses dhe përparim
sepse në Evropë feja është larguar nga jeta e njeriut. Evropa e përparuar, Evropa kështu, Evropa ashtu, lidere e botës perëndimi, për shkak se e ka hek fejen nga jeta e njeriut. Kjo është qasja sekulariste, është qasja ateiste e njerëzve të cilët nuk e donë fejen, mirë po, kthyer dhe shikuar nga perspektiva e besimtarve, unë mund t'i kuptoj ata shumë lehtë. Teologët, njerëzit vendimarrës në kishën katolike, ortodokse, protestante, se si ndjehen keq teksa e shohin fejen e tyre të mbyllur në maklapet e librave të historisë, të futur në raftet e plohërosura të bibliotekave pa asnjë rol në jetën e individit dhe të shoqërive perëndimore. Me njëherë pas zgjedhjes së tij, Donald Trump e përgëzon papën, Emmanuel Macron i bën thirrje për të qenë një bartës i paqes dhe shpresës. Volodymyr Zelenski shpreson që të vazhdon Vatikani në mbështetjen morale të Kijevit në luftën e tij për fitore me rusët. Vladimir Putini thot se besoj në bashkëpunimin konstruktiv edhe më tutjeshëm të Rusisë dhe Vatikanit dhe gjërat të tjera. Dhe ajo me cilën dua ta përfundoj temën këto, megjithëse që ka shumë gjëra të cilat do të flas, por do ta bëj një video tjetër më një herë për ta plotësuar këtë, sfidat të cilat e presin këtë, sidomos sfida me abuzimet me fëmijë dhe të rinj nëpër kishat katolike dhe institucionet katolike, ku pati reaguar edhe Kombët e Bashkuara, pastaj kardinal, pastaj vet Vatikani, që është i stërpikt edhe papa i ri, jo që ka afera se ai vetë është i përfshirë, por nuk është treguar azhor dhe nuk është treguar sa dohet ligjor me kardinalet të cilët i ka pas për rreth dhe të cilët janë nxanë duke i abuzuar të fëmijët në për kisha dhe në për podrume të kishave. Por në vend të kësaj, e këtë do të them në video tjetër, këtë dua ta përmendi diçka që e kam përmend në status në Facebook. Papa e nis fjalën me Assalamu alaikum Jami'an, paqja e Zotit qof mbi të gjithë ju. Për të thënë këto, miq të dashur, se gjuha e fesë krishter, sikur edhe gjuha e fesë islame, si dy fe universale, janë gjuhë specifike, të cilat përdoren në original, do të përdoren në original, si që përdor kënë në latinisht, muslimanet në gjuhën e Kur'anit në arabisht, dhe ato përpjekja për ti përkthyer në emën të një patriotizmi, si që bëjnë shqiptarët islamofob, të përbetuar për të luftuar islamin, bartësit e islamit, muslimanet e këtij vendi, institucionet islame të këtij vendi vazhdimisht trumpetojnë në emër të një patriotizmi të rrajshëm, perfekt, pas së cilit qëndrojnë shërbime sekrete serbo, slave, ruse, komuniste, vazhdimisht thonë se nuk dohet të dëgjohen arabisht në varrime, në xhamia pse nuk flitet në gjuhën shqipe, njerëz të cilët s'kan hyrë kurrë në xhamia, aty 99% flitet në gjuhën shqipe, pra mundohen që gjuhën origjinale të një feje universale ta keq përdorin, keq trajtojnë, të atakojnë për të shprehur tërthorazi armiqsinë e tyre ndaj islamit dhe ndaj fesë universale. Në të kundërtën, sipas tyre, papa i tanishëm do të dohej të thoshte aty ose good morning, ose good evening, ose mirëdita, ose mirë mbrëma. Deri në videon e ardhshme, mirëmbëjtje.